Rinovimet në qendrën klinike universitare nuk janë përcjell edhe me reduktim të ndjeshëm të referimit të pacientëve për trajtim mjekësor jashtë institucioneve publike, për të cilin pati shprehur pritje Ministri i Shëndetësisë. Bazuar në referime mbi 1000 aplikime për çdo vit u adresua në Fondin për Sigurime Shëndetësore gjatë mandatit 4 vjeçar të qeverisë Kurti 2. Gjithsej gjatë kësaj periudhe u regjistruan 4675 aplikime. Vetëm gjatë vitit 2024 nga QKUK-ja u referua 1185 pacient, shifër kjo më e lartë për rreth 100 pacient sesa në 3 vjetët paraprak. Kryetari i shoqatës së pacientëve Besim Kodra ka thënë se Ministria ka bërë investime të gabuara që nuk kanë prodhuar rezultate. Ajo që mua po më shqetëson vazhdimisht është që ministrat po fokusohen në investime kozmetike, të cilat po i sheh votuesi dhe mandej po synojnë me siguru vota përmes tyre. Investimi në fasada nuk na sjell zgjidhje. Kodra ka theksuar se institucionet publike nuk kanë arritur të realizojnë kërkesat dhe nevojat e pacientëve, edhe si pasojë e ikjes së personelit të kualifikuar, por edhe nga shkaku që nuk është investuar mjaftueshëm në aparatura. Investimi në aparatura po e vrejmë që është i kufizuar në rritjen e kapaciteteve. Ajo çka duhet bën janë thyrja e arrave të forta që janë sistemi informativ shëndetësor edhe sigurimi shëndetësor, të cilat e ndrojnë mënyrën se si funksionon sistemi shëndetësor në Kosovë. Në Kosovë ende nuk është funksionalizuar sistemi i sigurimeve shëndetësore. Për pasojë, qeveria mbështet pacientët që referohen nga sistemi publik për t'u trajtuar jashtë shtetit. Numri i referimeve në 4 vjetët e fundit dallon pak nga i periudhës 2017-2020, kur në fond u dorëzuan 5821 aplikime. Megjithë këtë, përgjatë kësaj periudhe është evidentuar ulje progresive e referimeve nga viti në vit. Në 2017 ishin 1989 raste, kurse në 2020 përgjysmë më pak, përkatësisht 964 raste. Gjatë viteve 2017-2020 me numrin më të madh të referimeve printe klinika e kardiologjisë dhe është pasuar nga ajo e oftalmologjisë, onkologjisë, ortopedisë e pediatrisë. Trendi ka ndryshuar në 4 vjetët e fundit, të dhënat tregojnë se klinika e kardiologjisë, ajo e oftalmologjisë e edhe klinika e onkologjisë kanë ulur ndjeshëm numrin e referimeve. Endon se referimet nga klinika e pediatrisë dhe ajo e ortopedisë kanë shënuar ulje, ato prinë me numrin më të madh të referimeve për periudhën 2021-2024. Ato pasohen nga klinika e hematologjisë, ajo e mjekësisë nukleare dhe nga klinika e mjekësisë fizikale. Vetëm gjatë vitit 2024 shteti ka shpenzuar mbi 3 milion euro vetëm për 195 rastet e referuara nga klinika e pediatrisë. E për të gjitha rastet, këtë vit u shpenzuan rreth 12 milion euro. Në QKUK nuk kanë ofruar përgjigje lidhur me raste dhe diagnozat e referuara jashtë vendit. Në vitin 2022, koha raportoi për keqpërdorime të shumta në Fondin për Sigurinë Shëndetësore. Deri në vitin 2023, borxhi i këtij institucioni ishte rreth 32 milion euro, kryesisht ndaj spitaleve turke. Bazuar në raportin vjetor të 2024-s, ky borxh ka rënë në 14 milion.